Jemi në gjumane 25 me radhë duke folë për familjen, për shtyllën kryesore të shoqërisë, për qelizën më me rëndësi të shoqërisë tonë. Jemi duke folë për këtë fole. Jemi duke folë me të vetmin qëllim për ta forcu, për ta rujt, për t'u krenu dhe gjithmonë të kthehemi në rrënjët e familjes tonë fetare dhe kombëtare, sepse vetëm në këtë formë bëhemi të pathyeshëm. Në moment që dobësohet familja dhe virtytet e familjes, atëherë dobësohet individi dhe dobësohet edhe shoqëria në përgjithësi. Të dashurit e mi, kam vrejt një dobësi të madhe në familjet e tona kur është në pyetje mikpritja dhe bujaria, që kanë qenë vlerë gjithmonë e jona si shqiptar. Kur shqiptari nuk ta ka mbyll derën, kur nuk ka thonë nuk është e mundur për të ardhë, nuk jam aty, kur. Vetëm atëherë kur kemi qenë të këtill që derën gjithmonë e kemi pas të hapur, se i kemi besu një fjalës, shtëpia është e Zotit dhe e mikut, shtëpitë e tona kanë pas bereqet, ka pas harmoni, ka pas lumturi, ka pas gjallëri, ka pas edukat, ka pas kulturë, ka pas respekt, mirësjellje, se gjitha ne i kemi mësuan përmes mikpritjes dhe përmes bujarijës. Të dashurit e mi, jetojmë në një kohë paradoksale. Shtëpit i kemi shumë të mëdhaja, por sofrat na u kanë zvoglu për mikun. Mjetët e komunikimit janë shtu, por vizitat e ndërsjellta janë paksu. Mish në rrjetet sociale kemi me mira, por dera shtëpis hapët rrallë për të afërmin, për mikun, për kojshiun, për njeriun. Sot njeriu mund të bisedoj me dikën në anën tjetër të globit, por nuk gjen kohë ta vizitoj vëllaun, motrën, hallën, tezën, kojshiun, fqiun, e kështu do thot me radhë. Kjo është një krizë, kjo nuk është një krizë ekonomike, kjo është një krizë morale. Pse po humbet mikpritja? Sepse është duke u instalu individualizmi, se cili jeton për vetveten e vetë. Ne jemi duke u marrë lakmi dhe duke i kopju ata të tjerët që jetojnë vetë, kikirik. Nja është vetëm i madh i Zot ati që ofshëm i falë. Na duhet ta shkatrojmë individualizmin, e ta mbjedhmi kolektivitetin. Pse po humbet mikpritja? Ashtu materializmi. Vlera njeriu të matet me atë që ka, jo me atë që jep. Sot njerëzit janë të shiqu. Çfarë ore ki? Çfarë kollari ki? Çfarë telefoni ki? Çfarë makine ki? Çfarë orendine shtëpi ki? Janë duke ta dhonë vlerën në bazë gjërave ekonomike. Gabim i madh. Pse sot ka humbur mikpritja? Teknologjia. Telefoni është musafiri, apo u bë musafiri i përjetshëm i shtëpive tona, ndërsa musafiri i vërtet po shifët si pengesë. 30 minuta me musafir, në 31 minutë, si t'ish, me njëherë t'i shkruan janë i tjetërit për shka kish ardhë, edhe sa kish me nejtën. Me kësi qështje.
Dhe e katërta, pse ka humb dhe po zbehet mikpritja? Ritmi i shpejt i jetës. Të gjithë po thojnë, nuk kam kohë. Por shka nuk e shkumar me po dajën? S'ka kohë, gjëvene? Vlaon, s'ka kohë. Pse s'ke armar me po babën, e kum lanë vikendin tjetër. La. Pe i Ferizaj që do me arë 6 kilometra, në vikendin tjetër e kum lanën. Pa qëfar pune pas ke lanën, a? Dashurit e me jeta, arsyeja, s'kam kohë. Dashurit e me, për familje, kur nuk guxon me qitë në pikpytje kohën. Për familje, gjithmonë do të kesh kohë. Gjithmonë. Dikur fëmijët rriteshin duke parë gjyshrit, dajallarët, tezët, kusherenjët e kojshit, duke hyre, duke dalë në shtëpi, sot shumë fëmijë nuk din me prit mysafirin. Sot shumë fëmijë pjo thamë se i kanë bo ka 15 vjetë, ka 18 vjetë, 20 vjetë, as nuk di mi folë cilit ma të madhit, a du të mi folë në djaft, a du të mi folë në të majt, nuk di më të servu një gotë uj, nuk di më të servuën, nuk di me nejt me mysafirin, nuk di me nejt, shtrinjët që aty, du të me pasë respekt, me ditë më ullë, kur me vendosë edhe kamën për mi kamë, se nuk e arë në zyra aty, mirë po të njëjtën kohë, du të me ditë edhe kur mi shtri kamët. Mos respekti ma i madhë, është e ne shqiptarët, me ashtri kamë dikujna për para. Ti e ti thonë, që e burë, për çka ke ardhen? Është fell ke hinjën. Jo, këto gjëra janë tonat. Dhe këto gjëra do thëtë dojmë mi ditën. Kur hym një mësafir në shtëpi, fëmiju mësën respektin, mësën komunikimin, mësën modestin, mësën shërbimin, njëjtën kohë mësën bujarin. Prandaj mësafiri nuk është vetëm vizitor. Mësafirit mundemi me i thanën shkurt dhe shqip mësus. Nuk poftoj mësafir, arsyeja, Allah, s'po kemi edhe boll mjaftueshëm me mush tavolinën. Dashurit e me, Islami nuk na i ka mësuan luksin. Mirë, po Islami na i ka mësuan mikpritjen. Nuk na i ka mësuan veç luksin. Mirë, po na i ka mësuan mikpritjen dhe zemërgjërsin. Për Zotin e lom, një gotë e qajit, me busqeshje dhe dashamirësi, është shumë ma e mirë dhe ma e madhe, se sa një tavoline për e mbushur, për plot, mirë po me urrëtie. Po tut në me zgjatë dorën e burë, mos ka nervoz kë. Apo kupton? Ma mirë është një gotë qaj me busqeshje. Keni vrej thëj, shkova te filani, nuk i ka be kushtet ku me ditë sa, o kënaqëm bre mabet. Jemi shkribre, na kish marrë mali. Kur shkoj te njani, ku të këshyr me cilën dorë pe ka perunin e thikën. Ja, u bo problem, do thët kjo u bo, shumë. Islami për 14 shekuj dashurit e me, ndërtoj një shoqëri që viziton njëra tjetrën, që takon, ushqehet, përshëndetet dhe respekton njëra tjetrën. Sot psikologët me të madhe janë duke promovu që ta, që na me vetë dashje jemi duke hjek dorë. Prej kësaj, psikologët janë duke trajtu problemet që pisjell kush? Vetmia, depresioni, izolimi. Kur ka mikpritje dhe bujari, nuk ka nevoj fort me i trajtuan do thot këto tema. Problemi kohës sot organizohen drejka dhe darka. Mirë, po ma shumë organizohen për fotografi, ma shumë organizohen për imazh, por nuk vizitohet një i smur, nuk ju hapët dera një i cili është i vetmuar. Sot sinceriteti është zavendësu në imazh. Kjo nuk është bujari, kjo është reklam dashurit e me. Kjo është reklam dashurit e me. Kur humb mikpritja, mbyllë dera shtëpive, hapen dyert e vetmis, shtohen konfliktet, dobësohen lidhjet farefisnore dhe humbet besimi. Shqiptarët jemi njohur si familje mikpritse dhe bujare. Kjo nuk duhet të mbetet vetëm një histori që duhet ta tregojmë me krenari, por duhet të mbetet pjesë e pandashme e kulturës tonë. Pjesë e pandashme, të mishrum, të brymosur, do thot duhet jetë
sepse fjala e famshme, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, duhet të na shoqëroj neve gjithmonë. Dhe krejt në fund, Islami nuk konsideron mikpritjen vetëm një zakon të mirë, por Islami e konsideron pritjen adhurim ndaj Zotit xhalleshanuhu. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam thëke, kush beson Allahun dhe ditën që do dalim para madhnisë së tina, le ta nderon dhe le ta respekton mikun. Për këtë në kapitullin Dhurriyat ka përmend Zoti historinë e Hazreti Ibrahimit, kur i kanë ardhur mysafirët. Ai është dal pa i pyet dhe ka prejen viçin për t'i gostit ata. Sot vjen thot, kesh ju bo diçka po si t'ja ju hahet. Vëlla po ta qepo, na shta kini hongër. Ka dalë bese namaz gjumaz hajmë. Ashtë bo do thot telashe e madhe kja. Dhe krejt në fund, Imam Shafiu thot, bujaria mbulon të metat, ndërsa kopratësia i zbulon virtytet. Hasan el Basri thëjke, nuk ka virtyt më të bukur për besimin se sa një zemër bujare ta ketë besimtari. Dhe Ibn Kaimi thëjke, bujaria është pemë e mbjellur në zemër, degët e saj shfaqen në vepra të mira dhe bamirësi. Ne duhet ta kultivojmë në familjet tona mikpritjen, bujarin, dashurin, duhet thrasmi, duhet shkojmë të vizitojmë, një pyetje, të afërmit, të tanë, hallën, tezën, dajën, axhën, kur e kemi vizitu për herën e fundit? Kjo le të mbetën ndërgjegjen tonë. Allah na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.